Kur I vjen fundi një mandati qeverisës, është koha më e mirë për me pa sa kanë pa ëndra me syqel kandidatët gjatë fushatës zgjedhore, sa kanë punu që atëherë kur është dashur me realizu ato që I kanë premtu. Kryetari aktual I Prishtinës, Perparim Rama, para 4 vitësh u votu pas shumë premtimeve për me ndryshu Prishtinën me projekte që në letra e rendera janë ndokë shumë bukur. Po në realitet shumë prej tyre kanë mbetur veç fjalë. Na sot kemi dalë në terren me ju tregu qartë se çka është premtu e çka është realizu deri më tash. Në VM janë 5 nga premtimet e Perparim Ramës të dhëna gjatë fushatës zgjedhore, të cilat akoma nuk janë finalizuar e disa prej tyre asgjë ka nisë. Hapësirat me solitarëve, premtimet me pëngjyra, realiteti pa jetë. U tha që hapësirat me solitarëve kanë me u shfrytzu për zyre, dyqane, qerdhe, madje edhe kopshte mbi kol. U përmend edhe konkursin ndërkombëtar për dizajner. Realiteti kur gjo. As zyre, as dyqane, as qerdhe, veç fasadat janë ndryshu. Premtimi tjetër ishte të ndërtohej një nënkalim nga rrethi Flamurit tek rrethi I QKK-s, por një premtim I tillë mbeti vetëm në render. Ky projekt ishte I madh, nënkalim që lidh rrethin e Flamurit me atë të QKK-s, me parking nëntoksore me qasje më të lehtë për qytetar. Por a u ndërtua? Jo. E a ka ndonjë shenjë që ka më u nis? As ajo jo. Në letër po, por në realitet askund. Në pamje po e shihni një vajzë të vogël e cila ka dalë të kërkojë lëmosh. E Perparim Rama në kohë fushate premton të zgjidhje edhe për këtë kategori të personave. U tha që këtyre personave do t'ju ofrojë mënyra tjera me siguru jetesën, si një jetesë më dinjitoze, më humane. Sot rrugët e Prishtinës janë prap plot, s'ka ndryshim, fjalët janë thënë, po kurrfarë veprimi s'është ndërmarrë. Aktualisht temperatura shënojnë 29 gradë Celsius. Ndërpamjet e para që hasëm është një grua e cila ka marrë fëmijën e saj me vete në to temperaturat e larta për dalë dhe për të kërkuar lëmosh. Gjatë fushatës zgjedhore u përmend sheshi historik I Prishtinës, pra zgjerimi I shesheve deri tek rrethi me flamor. Por siç po e shihni në pamje, një gjë e tillë as që ka ndodhur dhe as që ka filluar. Parkingu nëntoksor në Dardani, renderat po e parkingu jo. Në Dardani ishte premtuar ndërtimi I parkingut nëntoksor, një zgjidhje për kaosin me vetura. Realiteti, veç vizatime e premtime, në terren kur që heq. Ski lifti në Gërmi, as ide, as realizim. Një premtim që u duk interesant, me funksionalizu ski lifti në Gërmi për turizëm lokal e për rekreacion. Sot, jo që s'është funksionalizu, por as që është përmend më, as që punim s'është nis.